Vendimi për ta konfirmuar aktakuzën e prokurorisë speciale ndaj ish-pjesëtarit të ISIS-it Hysri Selimi është kthyer mbrapsht gjykatës themelore në Prishtinë. Gjykata e apelit ka vlerësuar se shkalla e parë nuk e argumentoi dyshimin e bazuar mirë, me që nuk i bëri vlerësim provave, por vetëm i citoi ato. Ish administratori në zyrën e ushtarëve të plagosur në administrimin e ISIS-it, sipas aktakuzës i ka çuar informata via serbe lidhur me personat e radikalizuar dhe zhvillimin e rrymave vehabiste, informata për veprimtarinë e pjesëtarëve të UÇK-s, si dhe vrasjet gjatë luftës. Apeli ka konstatuar se themelorja nuk e ka bërë të qartë se cilat prova ju duken në shikim të parë të besueshme kur e konfirmoi aktakuzën ndaj Selimit. Gjykata e apelit gjen se mungesa arsyetimit në vendimin e ankimuar, si lidhur me dyshimin e bazuar, ashtu edhe me pretendimet e mbrojtjes për mënyrën e sigurimit të provave të marra nga mediat, bën që aktvendimi i shkallës së parë të jetë i përfshirë në shkelje esenciale të dispozitave të KPPK-s dhe si i tillë juridikisht i paqëndrueshëm, për shkak se ky mungim i arsyetimit nuk i mundëson kësaj gjykate të vlerësojë ligjshmërinë e vendimit të ankimuar në raport me pretendimet ankimore. Aktvendimi i shkallës së parë anulohet dhe çështja kthehet në rivendosje. Kolegji i apelit i kryesuar nga Mentor Bajraktari e ka problematizuar po ashtu mospërgjigjen e themelores në kundërshtimet e mbrojtjes lidhur me provat e siguruara nga mediat. Edhe pse është konstatuar ekzistimi i autorizimit të prokurorit dhe sekuestrimi formal nga policia, gjykata shkallës së parë ka mbetur në nivel të përshkrimit të veprimeve procedurale, pa ju përgjigjur pretendimeve të mbrojtjes, për mënyrën e marrjes, përmbajtjen dhe autenticitetin e këtyre materialeve. Megjithatë, 2 pika të ankesës së mbrojtjes së Selimit, apeli i ka hedhur poshtë duke konstatuar se prokuroria speciale i ka siguruar provat në mënyrë të lehtëshme. Në bazë të aktakuzës së ngritur nga prokurori Bekem Kodraliu, i pandeuri ka deklaruar se këto veprime i ka ndërmarrë për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike dhe se kur s'do të bënte diçka kundër kombit të tij. Megjithatë, Selimi në shqyrtim fillestar i ka mohuar akuzat duke pretenduar se veprimet e tij i ka ndërmarrë në koordinim me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë. Në paraburgim lidhur me veprën penale spionazh janë 6 të akuzuar si bashkëpunëtor të BIA-s, i dënuari për terrorizëm Hysri Selimi, togeri i policisë së Kosovës Bojan Jevtic, ish polici Muharrem Qerimi, ish doganieri Bedri Shabani, punëtorja OSB-s Jelena Gjukanović, si dhe drejtuesi i organizatës Instituti për Avancimin e Marrëdhënieve Ndëretnike Fatmir Sheholli.